Mbroni mushkërit, pastroni rrugët e frymëmarrjes nga gëlbaza vetëm duke marrë çdo ditë një lugë nga kjo përzgjerje. Karrotat janë një burim i pasur i vitaminës A, vitaminës B, të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin tonë të përgjithshëm. Kjo perime gjithashtu është e pasur edhe me vitaminën B, vitaminën C, madje edhe me vitaminën K, si dhe minerale të ndryshme të cilat janë si hekuri, kaliumi, magnezi, gjithashtu kalciumi dhe fosfori. Përveç se është e mirë për shikimin, karrota ndihmon gjithashtu edhe për forcimin tuaj të sistemit imunitar. Prandaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve, duke ditur kështu rëndësinë e shëndetit të rregullt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është e rëndësishme që ta përdorni atë, sidomos duke ditur edhe lehtësimin e problemeve të ndryshme të rrugëve të frymëmarrjes, siç mund të jenë ftohja, kolla, gjithashtu edhe bronkiti, astma e të tjera. Sot do ju japim një recetë shumë të thjeshtë, e cila mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, të rrisë vlerat e trupit dhe gjithashtu të mbajë larg shqetësimet e njëpasnjëshme. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përfitoni nga vlerat e saj për të ndihmuar organizmin tuaj të qëndrojë më i fortë, më i shëndetshëm dhe gjithashtu edhe të pastrojë organizmin. Në këtë recetë të thjeshtë për lehtësimin e kollës mund të përgatitet në këtë mënyrë. Përbërësit që u duhen janë gjysmë kilogram karrotë, 3 deri në 4 lugë gjedhe me mjaltë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: prisni karrotat dhe i vendosni të zjejnë në ujë. I lini të zjejnë derisa të zbuten, pastaj hiqeni nga soba dhe shtypeni mirë me një shtryse. Shtoni mjaltin tek karrotat dhe i përzjeni me lëngun e formuar. Ky shurup mund të konsumohet rregullisht, duke marrë nga 3 deri në 4 lugë gjedhe gjatë ditës. Pas 1 deri në 2 ditësh, ju do të keni lehtësime të duhura, si ton the health line. Gjithashtu është e rëndësishme të përdoret kjo recetë në mënyrë të rregullt, por nëse gjendja juaj është e agravuar, adresojeni atë më mirë tek mjeku juaj për të marrë gjithashtu edhe trajtimin e specializuar. Nëse prej kohësh vuani nga këto shqetësime të aparatit respirator, është e rëndësishme të mos neglizhohen dhe të konsultoheni me mjekun tuaj. Vetëm kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj shëndetësore, të mbani larg komplikacionet dhe mbi të gjitha të rrisni imunitetin tuaj në mënyrë të rregullt. Përkujdesja për mushkëritë është hapi më i shkëlqyer që mund të bëni për mbrojtjen kundër komplikacioneve të ndryshme. Në këtë video do të mësoni disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj, sidomos në detoksifikimin e këtij organi. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim produktet më të mira ushqyese të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do ju ndihmojë të pastroni organizmin tuaj dhe mushkëritë nga toksinat, duke ruajtur kështu edhe sistemin tuaj tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë më mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit, gjithashtu edhe me mjaltin, duke dhënë një pije shumë të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Lëngu i limonit gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Kështu do të merrni përfitimin e duhur edhe për sistemin tuaj respirator. Lëngu i borovicave të kuqe ose ananasit gjithashtu mund të jetë një mburojë e shkëlqyer ushqyese kundër komplikacioneve të sistemit respirator, duke dhënë kështu edhe lehtësimin më të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Lëngu i karrotës, siç e përmendëm edhe më herët, është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për rrugët respiratore. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën K, vitaminën C, vitaminën A dhe vitaminën B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës dhe gjithashtu mund të japë rezultate mjaft të mira ushqyese në çdo aspekt. Prandaj do të keni më shumë përfitime për sistemin tuaj respirator dhe të mbani larg edhe problemet që i kanosen atij.
Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën e personave të cilët vuajnë nga këto shqetësime është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të lehtësuar këto komplikacione, pasi do t'jap rezultate të duhura në sistemin respirator dhe gjithashtu do të mbajë larg shqetësimet që i kanosen atij. Xhenxhefili është një aleat kundër problemeve të këqija. Ai lehtëson dhe eliminon sekrecionet bllokuese të mushkërive dhe gjithashtu do të mbrojë sistemin tuaj respirator, të cilat do të kenë edhe një rëndesë më të madhe. Ushqimet e pasur me antioksidant në dietën tuaj do të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin respirator, siç mund t'janë për shembull edhe spinaqi, frutat e pyllit, gjithashtu edhe rrushi, peshku janë ushqime të pasur me shumë antioksidant, të cilët do të luajnë një rol pozitiv kundër problemeve respiratore në dietën tuaj për të lehtësuar problemet e mushkërive dhe gjithashtu edhe për të marrë frymë më lehtë mund të shtoni rigonin dhe energjikun. Përfshirja e këtyre dy produkteve të thjeshta në dietën e rregullt do të luajë një rol pozitiv edhe në sistemin respirator, duke lehtësuar kështu frymëmarrjen dhe duke ndihmuar në një gjendje më të mirë të mushkërive. Mushkëritë luajnë një rol të rëndësishëm në trupin e njerëzit pasi janë përgjegjëse për furnizimin me oksigjen dhe largimin e dioksidit të karbonit. Prandaj, edhe pastrimi i tyre në mënyrë të rregullt mund të luajë një rol pozitiv në aktivitetet tuaja të përgjithshme, duke marrë parasysh se ato janë vazhdimisht në punë. Atëherë është detyra jonë që të sigurohemi se mushkëritë janë në një gjendje më të mirë të mundshme. Nëse më herët keni mundur të pastroni mushkëritë me ndihmën e trajtimeve të shtrenjta, atëherë në këtë video do ju paraqesim një zgjidhje efektive që mund të lehtësojë problemet tuaja respiratore edhe pa shumë kosto. Praktikoni frymëmarrjen e thellë. Ushtrimet me frymëmarrje të thellë i mësojnë mushkëritë tuaja të zgjerohen, ndërkohë që njëkohësisht i forcojnë ato dhe funksionojnë më mirë. Fillimisht shtrihuni me shpinë në dysheme dhe vazhdoni duke vendosur duart në stomak. Mbyllini sytë dhe merrni frymë fillimisht për pak sekonda, mbajeni frymën për 2 sekonda dhe më pas lironi ngadalë ajrin nga mushkëritë për 5 sekonda. Përsëriteni këtë ushtrim deri në 10 herë. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Hiqni dorë nga duhani, është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur mushkëritë tuaja në funksionin e plotë. Një mënyrë tjetër për pastrimin e mushkërive është edhe lënia e duhanit. Vetëm imagjinoni se sa shumë kimikate jeni duke mbushur trupin tuaj me konsumin e duhanit. Nëse e largoni atë nga dieta juaj, atëherë do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni sistemin respirator. Përdorimi i çajit të gjelbër në dietën tuaj gjithashtu mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar frymëmarrjen. Për pastrimin e mushkërive ju mund të mbështeteni edhe në konsumin e çajit të gjelbër, pasi që ka antioksidantë të cilët do të ndihmojnë edhe në largimin e toksinave dhe lehtësimin e mushkërive. Ky çaj është një zgjidhje shumë e mirë për të përmirësuar sistemin imunitar dhe për të lehtësuar gjithashtu funksionet respiratore. Stina e virozave shoqërohet me një sër simptomash problematike, siç janë këtu rrjedhjet e undëve, kolla, teshtima, sekrecionet e tepërta e të tjera. Këto të fundit duhet të largohen nga rrugët e frymëmarrjes shpejt dhe në mënyrë krejt efikase. Receta që do ju paraqesim në këtë video mund të jetë një mundësi e shkëlqyer që në kombinim edhe me dietën e rregullt mund të luajë një rol pozitiv në sistemin e frymëmarrjes dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve të saj. Përbërësit që ju duhen janë një copë gjinxheri rreth 2 cm, 100 ml ujë, 100 g mjalt dhe një lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja e kësaj recete në kushte shtëpie mund të japë rezultate fantastike për sistemin e frymëmarrjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre, citon Healthyside. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë në mënyrën e duhur. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.